Qërëve që gjëna që i kanë lënë shpirtin, e kanë lënë këtë, ato farë kamionat. O, gjënohi zotit. Shumë bë kanë hekë. Këtu për pak i ka metë, po normal materiale, më di qka, armaturë më do këtë që ka dalë. është projekt gjigant, është si projekte normal që shkojnë pak me vonesë dhe derisa të kryet vonohet, po që po ta mërmenja ty. Qërë teknologjinë e fundit që e kene kompani tona. Mos e këshërë pse janë me ndryshk. Krejt shpyrtin që tu e kanë lonë të qkja autostradë. Se këtu jenë konë të reja, po të punu në borën shi, ju ka rogë ndryshki, ta është dhe shumite e ka da pi funksionet, se s'ka vlas, është punë e madhe, këto është punë që thojnë këta, asë metropol me maru nuk kanë mujtë ma letër se sa një autostradë. Treni nën toksore, ato janë shumë letë. Që kjo është ma e rona, betoni, armatura, asfalti. Që një kontingent tjetër i hekrave, pajisjeve, jashtë përdorimit të duket. Është na mujna që të menol kjerën edhe këshë në autostradën. Që të poshtë është autostrada? I bjen më konë autostrada, ka më ardhë që të poshtë. Qërë këtë kodrën e kanë qa, o vla, edhe shfa punë në bëkë të. Autostrada, gjëve që kanë fillu veturat me qarkullu në autostradë. Rujë për bëndesh, e se kolon që tje. Hej, ku. Dhe më thonë, këtu bjen, jo të liqeni Livoqit për Mbresalc. E tani te Mbresalc për nalë, këtë thënë, për ma tutje, zotja bofqarën, gjasat janë shumë të më dhojën, 2028 me përfundu që kjo. Dhe më thonë, pili pjone dhe Mbresalc, dhe 2028 rekord mund me përfundu që kjo, se është të funksionu, se qërë, pajiset që ju kalzova, qërë bezë gjëna që i kanë lënë shpirtin, e kanë lënë këtë, ato farë kamionat. O, gjënohi zotit. Shumë bë kanë hekë. Tu as nuk ti akoma kiamet se sa që kjo ven, sa shumë kanë punu. Që del këtu, në tej Mbresalc, edhe në 2028-2030 veç jena në regull, tani deri në 2053 në ashtë bi Mbresalcit deri në 10 bardë që është projekti. Po, bere qëtë versëm, mirë është, nuk bënë mua në ku. Kjo ka me zhvillu Gjilani shumë, adhe, pse ka shkatru që tash, po Gjilani është të prit me gzim. Gjilan, prit autostradën, edhe 3 vjetë edhe kry, bënë sabër.